Një muaj më parë, autoriteti rrugor shqiptar në një reagim format televizion deklaroi se ka kryer inspektime pas rrëshqitjeve të pësuara në unazën e poshtme të qytetit të Burrelit. Nga studimi gjeologjik, thot ARSH, në shkresën e datës 27 janar të këtij viti, i kryer nga një kompani e licencuar, janë evidentuar disa plane rrëshqitje të cilat variojnë nga 4 metër deri në 13 metër, të cilat dalin jashtë parashikimeve të ndërhyrjes që kishte të parashikuar në projektin e zbatimit. Gjithashtu, autoriteti rrugor shqiptar tha se po kryen një ekspertizë të thelluar të situatës së krijuar dhe do të dalë me një zgjidhje tekniko-ekonomike për eliminimin e rrëshqitjeve dhe njëkohësisht garantimin e investimit të kryer. Por edhe pse ka kaluar një muaj që kur ARSH është vënë në dieni të problemit nga ekspertët, nuk ka asnjë ndërhyrje për të riparuar apo parandaluar agravimin e mëtejshëm të situatës. Unaza me gjatësi prej afro 900 metrash ka pësuar 4 shembje, ku 2 prej tyre janë të përmasave të mëdha. Kosto e rehabilitimit të këtyre shembjeve po rritet dita ditës për shkak se shembjet vazhdojnë të thellohen. Projekti për sistemim asfaltimin e unazës së Burrelit është financuar nga qeveria shqiptare nëpërmjet ARSH-s dhe ka vlerën e 1.2 milion eurove. Objekti ka përfunduar brenda kontratës në tetor të vitit të kaluar, ndërsa ende nuk është kolauduar dhe ARSH nuk e ka marrë në dorëzim. Megjithatë, pritet një investim shtesë për të eliminuar shembjet e pësuara gjatë 4 muajve të fundit.